Kjo që shikoni në pamje ishte konceptuar si një tabelë mikpritëse për të gjithë ata që udhtojnë drejt Malësisë së Madhe. Për vendosjen e saj janë shpenzuar rreth 90 milion lek nga taksat e banorëve, por sot, pas disa vitesh, kjo tabelë është thjesht funksionit dhe e braktisur plotësisht. Edhe pse ka disa vite që kjo tabelë është ndërtuar, ende nuk funksionon. Madje ka disa vite që qëndron e fikur dhe asnjë tregues kërkohet që Bashkia Malësie e Madhe ta vënë në funksion. Ajo që e bën situatën edhe më skandaloze është indiferenca totale e Bashkisë Malësie e Madhe. Pavarësisht se problemi është evident prej vitesh, tabela mikpritëse është kthyer në një rënoj të shëmtuar pas një reagim nga drejtuesit e bashkisë. Në vend që të përfaqësoj hyrjen e territorit, ajo sot jep një imazh degradues dhe të papranueshëm për kudo që hyn në Malësinë e Madhe. Edhe pse ndodhet në aksin nacional Shkodër-Hani Hotit, një nga rrugët kryesore të qarkullimit, Bashkia Malësie e Madhe nuk ka ndërmarrë asnjë veprim për riparimin apo heqjen e saj. Kjo tabelë, e cila duhet të ishte simbol mikpritjeje, është lënë të shndrohet në një grumbull metalesh të amortizuara, duke dëmtuar rënd imazhin e gjithë zonës. Banorët kërkojnë që Bashkia Malësie e Madhe të kryejë minimalisht detyrën e saj institucionale, ose ta riparojë tabelën ose ta largojë menjëherë, në mënyrë që hyrja e territorit mos vazhdojë të përfaqësohet nga një pamje e shëmtuar dhe fyese për qytetarët dhe vizitorët.